publike kryeministri me datë 27 mars. Ishte status në rrjetin social Facebook. Nuk ishte akti i dorëheqjes. Akti i dorëheqjes ka ndodhur në rrugë institucionale, komunikimi me publikun ka ndodhur transparent përmes mediumeve publike. Ne nuk komunikojmë përmes instancave ligjore me publikun. Ne edhe i kemi kryer anën ligjore, edhe e kemi komunikuar aktin ashtu siç edhe kërkohet, nga një qeveri transparente e cila e merr seriozisht detyrën e saj. Kur është njoftuar? A është njoftuar edhe kuvendi, sekretaria e kuvendit të Kosovës me këtë akt të dorëheqjes ka qenë sot apo ditë më parë, zonja Gërvalla? A mundemi pra me qenë se duam, po nxjerrim përpara rregulloren edhe ju ma tregoni mua cila është procedura e cila nuk është nga që këto ka qenë insistimi pra edhe i partive, PDK-s, LDK-s, nga që nuk kanë qenë të informuar për këtë akt të dorëheqjes. Duhet i ftoni ata në studio, unë nuk do ta justifikoj diçka që është kryer me datën 27 mars. Unë refuzoj ta justifikoj, sepse nuk është në rregull të vëm pikpyetje pasi janë kryer të gjitha procedurat ashtu siç e kërkon ligji, edhe transparenca e komunikimit publik, edhe ne tani me 15 prill diskutojmë a i kemi pas seriozisht apo nuk e kemi pas seriozisht me datën 27 mars. Pra, thone që ky akt është kryer me 27 mars. Të gjitha dispozitat ligjore janë respektuar, qeveria është në dorëheqje, edhe ka funksionuar konform kompetencave të reduktuara që i ka. Tani, nëse dikush thot që nuk është, do t'i ftoni ata dhe t'i pyesni se ku bazohen. A më kuptoni? Nuk jam unë këtu për t'ju shpjeguar juve pse ka dilema PDK-ja apo LDK-ja. Ata kanë dilema me rezultatin, ata s'kan dilema me procedurat. Dilema të mëdha ka sepse dështoi konstituimi i kuvendit. Po dështoi sepse opozita ngriti dorën kundër mandatit vet. Në një procedurë të paparë ndonjëherë, me një autogol të hatashëm, procedura ngriti dorën për t'i mohuar vetvetes. Opozita ngriti dorën për t'i mohuar vetvetes mandatin që ja ka dhënë qytetari. S'ka ndodhur ndonjëherë. Unë u përpoqja bile të kërkoj në internet, mos gjejsha në një shtet tjetër ku ka ndodhur një gjë e tillë, por nuk gjeta. Ndoshta edhe ekziston, po unë s'kam ditë me e gjetë. E provova edhe në ChatGPT, edhe në Google nuk gjeta një rast të tillë të ngjashëm. Përsëri ne krijojmë risi. Ama është e qartë që sot ne nuk e kemi kaluar pikën e parë të rendititës, e cila është ai komisioni verifikues. Që është të jetë procedurale formale, por të jetë problematike, që pa mundësoj konstituimin e kuvendit. Mund të ketë zgjedhje të reja. Mund të çojë në zëvendësimin e deputetëve që kanë votuar kundër. Nuk e di unë, prandaj ne kemi kërkuar. Si do të procedohet tutje, pra, në fakt, zonja Gërvalla? Ne do të kërkojmë interpretimin e presidentes dhe nëse presidentja e ndjen veten kompetente në këtë çështje, mund të na jap një përgjigje, nëse nuk e ndjen veten kompetente në këtë çështje, mund të ndihmojmë, mund të hulumtojmë më tej se kush mund të ketë kompetencat për ta sqaruar. Kemi arritur në një pikë të cilës ne, si grup parlamentar, aty për aty nuk kemi pasur përgjigje. Dhe prandaj ne duhet vazhdojmë edhe të shojmë të gjejmë zgjidhjen më të mirë, më elegante dhe më efektive të mundshme. A ka ende apo jo shkresë që është dërguar presidentës së Republikës zonja Vjosa Osmanit apo jo? Nuk kam pyetur a është dërguar, po nëse nuk është dërguar do dërgohet, domethënë nuk ka pikë pyetje aty. Domethënë nuk është e caktuar me minuta edhe me orë se kur dërgohet ajo. Sot është komunikuar në seancën e kuvendit nga udhëheqësi, nga drejtuesi i seancës, që do t'i dërgohet një shkresë presidentës së Republikës dhe do të kërkohet opinioni i saj. Të presim. Pra, ideja është që të ketë pritje të një vendimarrje, të një përgjigje nga ana e presidentës së Republikës. Tani t'ja çojmë një herë letrën dhe të presim reagimin e presidentes. Pastaj çojmë nëse presidentja mendon që nuk është në kompetencën e saj vlerësimi, atëherë me siguri do të diskutojmë edhe për opsione të tjera. Megjithatë është pak e hidhur që të shkosh ditën e parë dhe të mos arrish as të konstituosh kuvendin, të mos arrin deputetët as të betohen, edhe pse kanë marrë mandatin e tyre për përfaqësuar qytetarin me qëllim që të kalojmë pikat më tej. Unë jam shumë e bindur, se sikur të mos kishte nuhatur opozita, që ne i kemi numrat, atëherë opozita fare se kishte diskutuar këtë temë sot. Mirë, po të ngresh dorën kundër mandatit që ta ka dhënë qytetari, mandatit tënd personal, është goxha e hidhur dhe unë ende nuk po arrit ta kuptoj se si kanë arritë të degradojnë deri në këtë pikë. Po, sipas rregullores së re të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nëse dështon seanca konstituive zonja Gërvalla, duhet të mbahet brenda 48 orëve.